Identitek, kompania shtetërore përgjegjëse për prodhimin e dokumenteve biometrike në Shqipëri ka prezantuar një shërbim të ri të përshpejtuar për qytetarët që kanë nevojë urgjente për karta identiteti. Ndryshe nga koha e zakonshme prej 14 ditësh për përpunimin e dokumentit, ky shërbim i ri garanton pajisjen me kartë identiteti brenda vetëm 3 ditëve kundrejt një pagese prej 3.000 lekësh. Kompania Identitek thekson se qëllimi i këtij shërbimi është lehtësimi dhe përshpejtimi i procesit të aplikimit për kartat e identitetit, duke u ardhur në ndihmë qytetarëve që kanë nevojë urgjente për këtë dokument. Procedurat e përshpejtuara është veçanërisht e dobishme për emigrantët që vizitojnë Shqipërinë për periudha të shkurtra, si dhe për ato që kanë nevojë të marrin shpejt kartën e identitetit për arsye personale, profesionale apo administrative. Aplikimi për këtë shërbim kryhet në çdo zyrë të Identitek në të gjithë Shqipërinë. Qytetarët që zgjedhin procedurën e përshpejtuar duhet të blejnë kuponin për katës dhe të kenë me vete dokumentin e vjetër të identitetit ose një vetdeklarim të humbjes apo vjedhjes së tij, të cilën mund ta marrin nga portali e-Albania. Ky vendim është mirëpritur nga qytetarët që përballen shpesh me nevojën për dokument identifikimi në kohë të shkurtër, veçanërisht ata që punojnë apo studiojnë jashtë vendit dhe ndodhen në Shqipëri për periudha të shkurtra. Megjithatë, disa qytetarë kanë ngritur shqetësime mbi koston e shërbimit të përshpejtuar, duke konsideruar atë të lartë për shumë familje. Ky hap vjen si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të qeverisë për të modernizuar shërbimet publike dhe për të lehtësuar proceset administrative për qytetarët. Me këtë procedurë të re, Identitek synon të reduktojë kohën e pritjes dhe të përmirësojë cilësinë e shërbimit për të gjithë qytetarët shqiptar.